jemi shumë të nderuar që e kemi Kur'anin, që duhet ta kemi udhërëfyjes në jetën tonë, që duhet ta kemi. Asa e kemi, ajo është diçka tjetër. Shifet gjendje muslimanëve se e kanë Kur'anin. Do ishim hala ma mirë. Shihni, Allahu xhaleshanu do të thonë, këtu nuk i atakon, nuk i sulmon vetëm qeverit, Zoti. Nuk i sulmon vetëm qeverit, por edhe individin, nuk e sulmon vetëm shoqërinë, komunitetin më të gjerë, por edhe një familje, do të thonë, mund ndodhje edhe një nanë të jetë e padrejtë ndaj fëmijëve të vet. Mund ndodhje edhe një babë të jetë i padrejtë ndaj djemve dhe vajzave të tij në trashëgimi, kur e ndan pasurinë, si ja ndan, ku jep më shumë, atij të madhit, atij të voglit, atij të mesmit, vajza që i le anësh nuk u jep hiç kështu më radh. Ti atëherë ku dallon prej faraonit në këtë rast? Skundi. Shef se kështu është Kurani. Edhe neve mos ta shkruajmë mendje se çdo herë Trumpi, Netanyahu, e ku e diune, Sisi e Mohammed bin Selmani e Mohammed bin Zayedi kështu më radh. Por edhe ti mund të jesh një Trump i keq në shtëpinë tënde nëse bën padrejtësi. Edhe ti mund të jesh një Netanyahu në jetën tënde nëse i shkelën të varfërit. Ku është dallimi? Asku nuk është dallimi. Një profesor më pëlqeu në Sarajevo që u jepte një shembull studentëve. E keni shumë shembull i mirë është që më pëlqeu shumë. Tha kështu në sallën e studentëve ku mbante mësim, i pyeti studentët, shumë ishte bukur. Ju tha, çfarë mendoni për qeveritarët që kanë vjedhë si vjet, vetëm si vjet të 2025, në vjet e kanë pakët, vetëm 2025 kanë vjedhë mbi 1 milion